për mbrojtjen e Republikës së Kosovës se ky qytet historik gjithmonë ka dëshmuar që në kohët më të rënda është kështjella më e fortë e mbrojtjes së Republikës sonë. Nga Hasan Prishtina, ndërbit më të mëdhej të kombit ton, deri te Ahmet Krasniqi, nga Enver Zymberi deri te Afrim Bunjaku, ju, Vushtria i dha Republikës së Kosovës herojnë më të mëdhej, disa prej herojnëve më të mëdhej të këtij kombi, cilët e nderojnë për jetë. Lejoni ti përshëndes dhe ti falenderoj nga zemra themeluesit e LDK-s, shumë nga njerëzit që po i shoh sot këtu e që na kanë qëndruar pranë, na kanë ndihmuar, na kanë udhëzuar neve që kemi filluar shumë të ri, bashkë me Gjafën e shumë të tjerë. Kanë qenë me ne në çdo hap dhe po qëndrojnë si krah i fortë i yni edhe sot. Më lejoni ti përshëndes po ashtu përfaqësues të veteranëve, invalidëve të UÇK-s, të ushtrisë tonë çlirimtare, familje të dëshmorëve, ju që i ndërtuat themelet e këtij vendi. Në këtë qytet ku edhe kam kaluar shumë kohë kur kam qenë fëmijë, historia flet në secilin gur të kalas. Tradita e punës së qytetarëve të Vushtrisë është trashëguar brez pas brezi, e ne sot vim këtu me një mesazh të qartë. Kosova e ardhshme ndërtohet në themelet e qyteteve si Vushtria, ndërtohet në themelet e këtij qyteti që nuk u dorëzua kurrë. Por ta themi shumë sinqert, sot përderisa flasim shumë familje në Vushtri, përballen me sfidën e mbijetesës, përballen me sfidën e migrimit, largimit nga vendi ynë. Shumë të rinj e të reja nga ky qytet i jashtëzakonshëm ende ndjejnë se ëndra e tyre duhet të kërkohet jashtë vendit e jo këtu në Kosovë. Prandaj kjo duhet të ndryshojë. E për ta ndryshuar na duhet ndihma juaj. Na duhet ndihma e secilit prind, secilës nane, secilit babi i cili e dëshiron fëmijën këtu në Kosovë, pranë familjes, por me të ardhme të ndritur. Na duhet ndihma e të gjithë të rinjve, të cilët janë lodhur me premtime boshe, e kërkojnë investime dhe investime. Projekte të mëdha me ambicie të mëdha, të cilat ne kemi krenarin të na ju udhëheq një kandidat i jashtëzakonshëm për kryeministër, Lumir Abdigjiku, cilin ju ftoj gjithëve ta përkrahin. Ne vërdet duam një ekonomi e cila është ambicioze, krijon vende pune që paguhen mirë, ka mbështetje reale për bizneset familjare, ato që e kanë mbajtur gjallë ekonominë e vendit tonë, dhe investime të cilat i japin jetë potencialit të këtij qyteti me kaq shumë histori, por edhe me kaq shumë të ardhme. E në qendër të këtij vizioni janë edhe gratë e Vushtrisë. Ju gratë të cilat kontribuat aq shumë për gjatë historisë, por kur nuk kërkuat lavd për punën, për kontributin dhe për sakrificën tuaj. Nëna, motra e vajza që mbajnë familjet, e shpeshherë mbajnë edhe ekonominë e këtij qyteti, pa u parë e pa u vlerësuar sa duhet. Ne besojmë për gratë. Faleminderit shumë. Ne besojmë në një Kosovë ku Vushtria asnjëherë nuk mbetet pas, por ecën në ballë të proceseve, ashtu që ju ka hije, ashtu që keni ecë historikisht. Dhe këtë ne nuk do ta bëjmë vetëm. E bëjmë bashkë me aleatin ton strategjik, bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse as zhvillimi, as ekonomia e as siguria nuk ndërtohen vetëm. Edhe shtetet shumë fish më të mëdha se Kosova kërkojnë aleat, kërkojnë miq, kërkojnë partner që do ju qëndrojnë në krah në momentet më të vështira. Dhe ashtu siç e thash edhe në Mitrovic para disa ditëve,
nuk ka forcë më të madhe se sa ti kesh afër miqt atëherë kur të sulmojnë armiqt. Kjo është forca më e madhe e cili do shtet. E ky qytet i ka dhënë Kosovës, siç e thash, edhe bijat e veta më të mira. Pikrisht këtu ku ndërtua Akademia Policore në Vushtri, me ndihmën dhe lidershipin amerikan, pikrisht këtu trajnuan police, disa prej cilve edhe dhan jetën duke i mbrojtur kufijtë e Kosovës e shumë të tjerë, sot e mbrojnë kufirin Kosovë-Serbi, edhe në veri, edhe në lindje gati 400 kilometra kufi mes shtetit ton dhe Kojshisë së Keq. E ruan polici i Kosovës bashkë me ushtarakun amerikan. Faleminderit shumë. Prandaj të dashur qytetarë të Vushtrisë, ju që keni ditur ta udhëhiqni Kosovën në kohë shumë të rënda, ju që keni dhënë gjithçka për këtë vend në ditët më të errta të historisë sonë, ju që ditët të ringriteni pas lufte përkundër faktit që trashëguat një qytet të djegur gati se në tërësi, ju që edhe sot qëndroni përkundër problemeve, sfidave të mëdha me të cilat mirreni. Ju bashkohuni dhe na prini në ndryshimin e madh për cilin ka nevojë ky popull. E këtë ndryshim ne nuk mund ta bëjmë pa ju, nuk mund ta bëjmë pa Vushtrin. E këtë ndryshim do ta bëjmë Këtë ndryshim do ta bëjmë me partner strategjik, por do ta bëjmë edhe me një ekip të jashtëzakonshme më të mirë ndonjëherë, që lidhja demokratike e Kosovës e ka si pjesë të listës së vet. E ne kemi nderin që në këtë listë ta kemi edhe Xhafer Tahirin, njeriu i cili udhëheqi Vushtrin dhe e morri Në fakt, unë kur po i dëgjoj të mburren me shtesat të cilat ne do t'i garantojmë me ligj dhe nuk do t'i largojmë, por do t'i rrisim, mua në fakt po më kujtohet që njeriu i parë në Kosovë që si kryetar komune ka dhënë shtesa ka qenë pikërisht Xhafer Tahiri. E kur po i shoh sa shumë fshatra e qytete akoma heqin nga mungesa e ujit të pijës, më kujtohet se si gjafa shumë prej fshatrave të Vushtrisë për herë të parë u solli pikrisht ujin e pijës, e teksa vinim këtu në shtëpi të kulturës, mu kujtua kur e patëm përëru së bashku pikrisht këtë shtëpi të kulturës, e shumë projekte të cilat kanë qenë shembull i qeverisjes së drejtë, i qeverisjes ku puna, zhvillimi dhe mundësinë për qytetarët tonë janë udhërrëfyes. Dhe tani na duhet që punën e ndershme, zhvillimin, investimet dhe aleancat të sjellim në ballë të Republikës sonë, duke votuar numrin 113 dhe duke e votuar lidhjen demokratike të Kosovës, partinë që i vendosi themelit e këtij shteti dhe partinë që do t'i mbrojë këto me ngulm e me çdo çmim. Prandaj të dashur qytetarë të Vushtrisë, ju ftoj që me votën tuaj të sigurojmë që Vushtria të marrë sepse meriton shumë më shumë se sa thjesht kujtesë historike. Vushtria meriton të ardhme më të gjallë, më të zhvilluar, të ardhme ku investimet dhe lajmet e mira janë të përditshme, e të ardhme ku aleanca strategjike me Amerikën është boshti themelor
i politikës sonë të jashtme. Dhe ju e dini që është veç një alternativë që ja siguron këtë popullit të Kosovës dhe ajo është kush tjetër, Poslidhja Demokratike e Kosovës. Ju ftoj të na mbështesni në datën 7 qershor. Zoti e bekoft Vushtrrin, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës.